Lutu me mua. Lutje për pastrimin dhe mbrojtjen e shtëpisë në emër të Jezus Krishtit. Zot Jezus i dashur, vi sot tek ti me gjithë zemër për të kërkuar praninë tënde, mëshirën tënde dhe mbrojtjen tënde. Dëshiroj të rikthehem plotësisht tek ti, të jetoj në hijen e krahëve të tu dhe të gjej prehje tek ti. Të nderoj si Zotin tim të vërtet dhe dorëzoj gjithçka që jam në duart e tua. Të jap shpirtin dhe frymën time, trupin, zemrën, mendjen dhe vullnetin tim. Më mpuno me gjakun tënd të shenjtë o Jezus dhe lejo që fryma e shenjtë të më udhëheqë, të më forcoj dhe të më afrojë më shumë në ty gjatë kësaj kohë lutjeje. Shpall mbretërinë e Perëndisë dhe autoritetin e Zotit Jezus Krisht mbi shtëpinë time dhe mbi gjithçka që ndodhet brenda saj. Ja kushtoj këtë shtëpi dhe gjithçka në të për lavdinë e Jezus Krishtit dhe për qëllimet e mbretërisë së Perëndisë. Sot sjell fuqinë e kryqit të ringjalljes dhe të ngjitjes së Jezus Krishtit në çdo pjesë të kësaj shtëpie, në çdo objekt, mobilje, shtrat, send, pajisje, libër, media, lodër dhe në çdo dhomë. Le të mbushet çdo qoshe me dritën dhe paqen e Krishtit, prek çdo mur, dysheme, tavane dhe çdo hapësirë, ka toka deri në çartim në praninë tënde Zot. Marr autoritetin që më jep Jezusi dhe e përdor atë kundër çdo fryme të errët, çdo ndikimi të lig, frikës, vdekjes, akuzës dhe çdo shpirt të papastër. Në emrin e Jezus Krishtit, ndërroj që çdo frymë lig të largohet menjëherë nga shtëpia ime, nga familja ime dhe të mos kthehet më kurrë. I çliroj dhe i hedh poshtë çdo njep, rezervë dhe çdo formë ndikimi të tyre. Çdo magji, mallkim, ritual, betimjerë, fjalë negative apo veprimi armikut, i anulloj dhe i thyej në emrin e Jezus Krishtit e Nazaretit. Asnjë armë e formuar kundër meje nuk do të ketë sukses. Isaia 54:17. Kërkoj që engjëjt e Perëndisë të dërguar nga Jezus Krishti të qëndrojnë si mbyllroj rreth meje dhe shtëpisë time natë e ditë. Le të vendosni rreth nesh një mur mbrojtjeje që asgjë e ligë mos mund të na prekë. I Hebrejve 1:14. Frymë e shenjtë, të lutem, mbush këtë shtëpi me praninë tënde me paqen e Perëndisë dhe me dashurinë e Jezusit. Ndriço çdo errësirë me dritën tënde të shenjtë dhe lësho paqen në çdo dhomë. Lutem që të udhëheqësh çdo lutje, çdo frymëmarrje dhe çdo mendim toni. Sot i shenjtë dhe i drejtë në emër të Jezus Krishtit. Vi tek ti me zemër të përulur për të kërkuar faljen tënde. Rrëfej para teje çdo mëkat që kam bërë me dije ose pa dije. Me fjalë, me vepra, me mendime apo me mosbindje. Më vjen keq që çdo gjë që ka thyer dashurinë tënde dhe më ka larguar prej teje. Rrëfej gjithashtu çdo mëkat që mund të jetë kryer nga familja ime, para arsit e mia apo brezat e kaluar, çdo formë dritarie, padrejtësie, dhunë, mëkatesh, mashtrimi, mëkat familjar ose besytnie. Çdo lidhje mëkatare që mund të ketë hapur terrën për mallkime apo ndikime të liga e sjell para kryqit të Krishtit, te i dorëzoj në duart tua o Zot. Kërkoj që në emër të Jezusit, gjaku i tij i çmuar të pastroj çdo mëkat dhe të thyej çdo lidhje trashëguese që nuk vjen nga ty. Kërkoj falje dhe mëshirë për çdo shkelje që ka lejuar armikun të kenë ndikim mbi jetën time apo shtëpinë time. Zot, ndriço çdo cep të errës të zemrës të historisë sime familjare, dhe sjell shërimin e restaurim aty ku ka pasur plagë, mëkate dhe prapësi. Në emrin e Jezus Krishtit, shpall mbi këtë shtëpi sundimin e Zotit, fuqinë e tij dhe dashurinë e tij, tani dhe për të gjithë natën dhe në çdo ditë që vjen. Amen.